Edhe ne në shqiptarët e Kosovës nuk kemi rrugdalje tjetër posa që të investojmë në ushtri, në mbrojtje dhe me shpresën që Shqipëria do bëjt njëjtën dhe të jetë stabile edhe e sigurt. Komunistëve kosovar arriti gjatë luftës me atë historinë e Boro dhe Ramizit. I kapën Gjermanët 2 komunistë kosovar, njeri serb, njeri shqiptar. Edhe i thanë këti Ramizit, Gjermanët i thanë, Ramiz, i thanë shpunke me këtet, i thanë, ik shiko punën tënde me shqiptarët atje, jo, e kam bla, tha, e ke bla, i thanë, e po mirë, e i morë një pushkatuan dyve, man të emrin e i... Historia nuk është ashtu Pallati Kulturës. Si shpjegon Cako, jo. Afërsisht kështu është. Nuk është, sepse ata kur i kanë Talironin, ai thoshte jo, jam me vllajin tim tu ja bën me Boro. Kur i kanë kapur ata, dihet që domethënë ai Boro e ka tradhtuar Ramizin, ka qenë i gatshëm të distancohet prej tij. Të shpëtoi din, ndërsa Ramizi e ka mbrojt atë parimin që është i shenjtë në botën shqiptare, që domethënë të besës. Dhe më thonë që ka dhënë fjallën dhe i ka qëndru besnik fjallës së dhënë, ndërsa aje e ka tradhtu Ramizin vetëm për të shpëtu vetën, në fund janë pushkatuar... Sërbi në raport me shqiptarët të ndryshonës. Po, doja të shtoja dhe diçka pikërisht këtu. Kjo është një arsye apo një fakt edhe pse kjo ide e Ballkanit të hapur nuk do të realizohet kurrë dhe dështoi. Në fakt, doli Rama në një konferencë për shtyp dhe e pranoi dhe ja atriboj presidentit Vučić si një ndër shkaktarët kryesor pse kjo gjë nuk mund të bëhet, sepse tha është një negociator shumë i vështirë, pra është i pandrejtshëm. Fryma e tij nuk është vetëm e kësaj ministres, po ndër fjalë të tjera e ka thënë edhe vetë ai këtë gjë më përpara se është e parakoshme kjo. Ore, ka një lloj nonsensi se çfarë ndodh. Për shembull, ku diun, sa njerëz që njohun që bëjnë biznes, flasin për një lloj biznesi të ndershëm që u bë ka me Serbinë. Kur takojnë njerëz të rinj rizarta, që takojnë me moshatarët e tyre serb, janë aq të ngjashëm dhe kanë një harmoni të çuditshme. Në fakt është vërtet dhe unë tani se kuptoj, është e imponuar kaq shumë nga një grup i vogël atje sipër kjo gjë apo nuk është kjo, sepse është jo, edhe ata Jo, Rizarda veç pak në minutë se mos ja dikivite se unë 2 shokë të mi të fëminisë kanë qenë Darko dhe Sreteni, kemi qenë 3 shokë. Jemi rrit në rrugën ku jam rrit unë, kanë qenë vetëm 2 familje shqiptare, njërin prej rrugëve të pakta në Prizren ku shqiptarët nuk kanë qenë shumicë. Edhe 2 shokët e mi kanë qenë Darko dhe Sreteni, unë jam rrit me ta, unë nuk e mbaj mend cilën gjuhë e kam mësuar parë, na kam mësuar shqipen apo serbishtën, në momentin kur jam bëj vedishën për veten i kam fol rrjedhshëm të dy gjuhët. Edhe dini dhe për shtëpitë njëri tjetrit tek. Po absolutisht, jemi rrit bashk, e kemi bë qiçin publikisht bashk, jemi lat njëjtën vask bashk, gjërat që bëjnë çunat, e kupton, kështu se ata kishin vask, se kishin standard më të mirë jetese, ne nuk kishim. Dhe jam rrit me ta. Pastaj, domethënë, në fund, unë kam pas të lashëm me shokët e mi të fëmijërisë. Dhe kur kam qenë një takim artistësh në Beograd, unë kam thënë për mua është edhe personale, sepse unë ndjehemi të tradhtuar për shokëve të mi të fëmijërisë. Domethënë, shokëve të mi të fëmijërisë, unë jam rrit bashkë me ta. Domethënë, qartë. Edhe unë ja si them se ishte interesante kjo. Një diçka shumë interesante. Edhe është mentaliteti, kur vjen puna te mentaliteti, kur vjen puna te mendësia, domethënë aty ai urrëtia kolektive ndaj shqiptarëve është më e fuqishme se zërat racional. Për shembull, kjo deklaratën që ka dhënë kjo ministrja, nuk del askush nga intelektualët serb, domethënë ose nga medalja dhe pranojnë si diçka normale, domethënë se ata dhe kur janë fut në vitin 1912 bën për gjet mbështetje dhe më shumë. Jo, edhe kur janë fut në vitin 1912, që kanë ardhur deri në Peqin. Ata janë fut mbi ide fashiste, mbi ide të urrëties, se shqiptarët janë më pak njerëz. Kuptoj. Janë njerëz më bisht. Domethënë është e ngulitur thellësht ajo si gjë. Tek brezi im të paktën kjo ndasia nuk qëndron shumë, nuk është aq e fortë. Un kam rastisur në një event në Kroaci me influencerat të tjerë, që shumica për tyre ishin serb. Edhe në një bisedë me një moshatare timen, njësoj si ne e kemi si të ndaluar në mendësi që ta vizitojmë Serbinë, njësoj dhe ato e kishin të ndaluar në mendësi të tyre, nuk e kishin si opsion asnjëherë turizmin në Shqipëri. Edhe sado që biseda jonë vazhdoi shumë mirë, respekti qëndronte, po është pak për të ardhur keq që është bërë kjo ndasia edhe për brezin ton të ri. Domethënë ka drejt Albatrosi. Në bisede sipër, kur ra tema e Kosovës pastaj,
Ajo tha një fjali që Kosova është Serbi, dhe aty pastaj filloi debati midis nesh. Edhe tha më mirë ta lëm një gocere thotë që Kosova është Serbi. Njësoj edhe ato janë rritur, pastaj njësoj janë rritur edhe ato me mendsinë e rrënjosur. Ne që jemi, rrim dhe ke aktualitet, ke gjë për aktualitet? Po, kam për aktualitet, po, nuk mund ta lë pa përmendur këtë aktualiteti. Një fenomen që vazhdon akoma të na sfidojë edhe në vitin 2026, që është vrasja e grave. Javën e kaluar kemi dëgjuar rastin e një 55 vjeçareje që u vra nga bashkëshorti i saj 66 vjeçar në shtëpi qetësisht me armë. Është shumë e frikshme fakti që akoma vazhdojmë të dëgjojmë këto histori në Shqipëri, por duhet folur më shumë për to dhe mendoj që duhet rritur më shumë ndërgjegjësimi, sepse për dekada me radhë gratë në Shqipëri janë rritur me mentalitetin që duhet të sakrifikojnë lumturinë e tyre për lumturinë e familjes, duhet vendosin gjithmonë të tjerët para vetes. Edhe në mendjen time kur lexova atë lajm, kisha atë grua 55 vjeçare që ka sakrifikuar ëndrat, ka sakrifikuar karrierën, ka sakrifikuar të ardhmen, edhe lumturinë e saj për familjen dhe për bashkëshortin, se ne e dim që gratë, duam apo nuk duam ne, në shumë zona të Shqipërisë janë ende të nënshtruara dhe ende trajtohen si pronë e burrit, dhe është një mendësi që duhet ndryshuar. Sado që tek brezi im, fatmirësisht ne kemi vajzat janë fuqizuar, tek brezi im janë fuqizuar vajzat, kanë pavarësi ekonomike, por brezat para ardhes vërtet e vuajnë akoma këtë gjë. Edhe zgjidhja në këto lloj rastesh nuk ka zgjidhje, por gjithsesi nuk duhet vetëm të dënohet autori pas kësaj tragjedie. Duhet të ndërgjegjësohet vendi, duhet të ndërgjegjësohet shoqëria që vërtet fuqizimi i grave është shumë i rëndësishëm, sepse të kesh një pavarësi financiare ditët e sotme do të thotë që të mos jesh e detyruar të rish në një ambient me një dhunues dhe me një vrasës në shtëpi, sepse nuk do kesh frikë që të vazhdosh jetën tënde pastaj. Dhe diçka tjetër për kujtesë, duhet të shërbej kjo ngjarje edhe si kujtesë për brezin tonë dhe për vajzat e brezit tim, që nuk duhet i marrim të mirëqenia gjithë lirinë që kemi, pavarësinë ekonomike dhe gjitha mundësitë që na jepen, sepse brezi para ardhës që nuk i ka pasur këtë mundësi, vuan pasojat akoma dhe ne duhet marrim më të mirën e gjithë kësaj pavarësie ekonomike, e gjithë kësaj lirie në mënyrë që të fuqizohemi, të jemi të pavarura edhe të jemi të forta për të realizuar gjitha ëndrat që kemi. Mund t'i hidratojmë tani me lejën tënde? Patjetër, hidratohemi tani me ujin lajtiza, si gjithmonë. Është shumë rëndësishëm hidratimi, unë dua të bëjmë ndonjëherë dhe tema për shëndetin këtu, duhet të paktën të pim 2 litër ujë dhe tani në ver 3 litër. Lajtiza kemi gjetë vetë gjën e duar. Allaçi të ndërpreva në aktualitet. Jo, në aktualitet shkurt, nuk mund ta lë pa përmendur protestën sërish, kur kanë kaluar tashmë më shumë se 45 ditë, ka thyer rekorde, është protesta me konsistencën më të gjatë në Shqipërinë demokratike, pra plot mbi 45 ditë. Tani, pavarësisht akuzave të cilat han debat se ç'a u bë, ç'a s'u bë, fakti që ka njerëz ende që dalin për 45 ditë me radhë, do të thotë që ka një gjë këtu dhe ka arritur shumë deri këtu ku është. Se si do të shkojmë më tej mbetet për tu parë, po 45 ditë një njeri që del çdo ditë në